Forcat ruse kanë rimarrë Sudzhën, qytetin më të madh që Ukraina dikur kishte pushtuar në rajonin Kursk sipas Moskës, duke kërcënuar të vetmen levë territoriale të Kievit mes presionit për të negociuar përfundimin e luftës. Instituti për studimin e luftës, një monitorues i konfliktit me bazë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha gjithashtu se pamjet nga terreni tregonin se forcat ruse kishin marrë qytetin dhe kishin avancuar drejt jugut, një vendbanim pak në veri perëndim të qytetit. Rimarrja e tij do të përfaqësonte një fitore të madhe simbolike për Rusinë, edhe pse Sudzha është një qytet vogël me një popullsi për rreth 5.000 banorësh. Para inkursionit të Ukrainës, ai ishte një nga qytetet e vetme të populluara që ende mbahej nga Ukraina. Kjo situatë ndodh ndërsa i dërguari i posaçëm amerikan mbriti në Moskë të njëjtën raportoi Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve. Zëdhënësi i Kremlinit tha një ditë më parë se Rusia priste të informojë nga zyrtarët amerikan mbi një arpushim 3 ditor të mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që mbulon të gjithë vijën e frontit, të cilin Ukraina tashmë e ka pranuar. Ukraina nisi inkursionin e saj tronditës në Kursk në muajin gusht të vitit kaluar, duke pushtuar shpejt territorin në atë që ishte pushtimi i parë toksor i Rusisë nga një fuqi e huaj që nga lufta e dytë botërore. Përveç marrjes së tokës që mund të shkëmbejë me territorin e pushtuar nga Rusia, fushata kishte për qëllim të largonte burrimet e Moskës nga vijat e frontit në lindje të Ukrainës. Por Kievi ka pasur gjithmonë vështirësi në mbajtjen e territorit të kapur, me kontrollin e tij mbi rajonin që është përkeqësuar shpejt në ditët e fundit. Të mërkurën, generali i lartë i Ukrainës, Sirski, la të kuptoi për tërheqje të tjera taktike në pozicione më të favorshme, duke thënë se prioriteti i tij ishte të shpëtonte jetët e ushtarëve ukrainës. Rusia gjithashtu kishte kryer sulme ajrore në tokën e saj, duke përfshirë dhe qytetin e Sudzhës, i cili tashmë është pothuajse i shkatruar.